Bashkimit Evropian. Nga Varshava në Lisbon, nga Madridi deri lart në vendet baltike, nga Stockholmi deri poshtë në Athinë. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemtë e Shqipërisë do të studiojnë në çdo universitet të Europës me të njëjtat kushte, me të njëjtat tarifa si student të barabartë europian dhe jo me tarifa ekstra dhe as përmes kuotave të ngushta si student të huaj. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, kudo qoftë, nga Stockholmi në Lisbon, nga Madridi në Varshavë, duke gëzuar të njëjtat të drejta si suedezën në Suedi, si portugezën në Portugali, si polakët në Poloni, si spanjollët në Spanjë, si dhe duke përfituar edhe kartën sociale të BE-s për të përfituar nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të cilit do shteti ku gjendet i punësuar apo e punësuar në Bashkimin Evropian. Me pasaportën e BE-s do të bëhet shumë më lehtë edhe hyrja pa viza në shumë vende jashtë BE-s, apo dhe punësimi në ato vende, me procedura krejt të tjera nga ato që duhen sot për një shqiptar apo për një shqiptar. Me pasaportën e BE-s, shqiptarët do të përfitojnë nga të njëjtat standardet larta të mbrojtjes së të drejtave individuale para çdo institucioni dhe para çdo gjykate në çdo vend të BE-s. Askush do i trajtoj hajt më se këta janë shqiptar. Janë europian të barabartë mes europianësh që nga sekonda që zotrojnë pasaportën e BE-s. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të fitojë dhe drejtën të votojë, të kandidojë në zgjedhjet lokale, kudo ku jeton brenda BE-s, po edhe për Parlamentin Evropian gjithashtu, ndërkohë që dhe Shqipëria do të jetë pjesë e zgjedhjeve europiane dhe do të ketë përfaqësuesin e saj në qeverinë e BE-s, Komisionin Evropian, si dhe plot djem e vajza në administratën e Brukselit. Keni parasysh dhe njëherë të kandidosh në zgjedhje lokale jo duke pasur pasaportën italiane apo spanjolle apo gjermane, po duke pasur thjesht pasaportën shqiptare, sepse je qytetar i barabartë europian. Tjetër gjë është zgjedhjet politike që duhet kesh patjetër pasaportën e atij vendi atje për të qenë deputet i atij vendi. Me pasaportën e BE-s, çdo ambasadë e BE-s të vjen në ndihmë kudo ku ndodhesh, nëse nuk ke pranë një ambasadë shqiptare. Kjo është një mundësi reale, historike, një derë hapur. Antarësimi në BE është aty. Pasaporta e BE-s për gjithë është aty. Duhet që në 11 maj shqiptarët të ne japin mandatin dhe jo vetëm ne japin mandatin, por të japin një mesazh shumë të fortë të gjitha vendet të BE-s, të japin një mesazh shumë të fortë Brukselit, duke votuar masivisht për antarësimin BE dhe për pasaportën e BE-s. Tani çfarë është BE-ja përveç se një pasaport, një treg i përbashkët, një hapësirë bashkëjetese? BE-ja është edhe një perimetër vlerash dhe parimesh, ku liria individuale, barazia para ligjit dhe standardet demokratike janë gur themelet e asaj bashkëjetese. E pra, liria individuale, ajo çka ne e kemi dëshiruar në shekuj, ajo çka ne e fituam më në fund, të fundit në Europë, ajo çka ne sot e kemi, por ama asnjëherë nuk e kemi aq të sigurt sa çdo ta kemi kur kemi pjesë e Bashkimit Evropian, ku asnjë shtet antar nuk mundet dot të
cënoj lirinë individuale. Po barazia para ligjit, se kemi pasur asnjëherë. Se kemi fituar as mbasi fituar lirinë individuale, kur u çliruam nga kthetrat e diktaturës komuniste. Vetëm sot, vetëm në këto vite të fundit, fal reformës në drejtësi, fal rrugës që ne, Partia Socialiste e Shqipërisë dhe askush tjetër, i hapëm drejtësisë së re, shqiptarët po shohin përpjekjen e parë në histori për të vendosur barazinë para ligjit. Kur më parë, qysh nga viti 1912, kur ne u bëm shtet i pavarur nga perandoria, kur krijuam qeverinë e parë, ne nuk kemi pasur në asnjë rast një individ të lidhur me pushtetin politik që t'jetë hetuar dhe gjykuar nga një trup e pavarur. Deri kur, pas reformës në drejtësi, me krijimin e institucioneve të reja, kjo ka filluar të ndodhë. Dhe ka filluar të ndodhë për arsyen e vetme, sepse ne i kemi dorëzuar drejtësisë vullnetarisht, me një vizion shumë të qartë, me një vullnet të palëkundur, dhe me një vetdije po aq të qartë se çfarë do të sillte kjo si kosto edhe për ne, shpatën e zonjës së drejtësisë, e cila atë shpatë e mban qysh në lindjet kohërave demokratike, apo qysh në lindjet kohërave shtetërore për botën, ndërkohë që në Shqipëri nuk e kishte deri kur ja dorëzuam ne. Ajo shpatë ka qëndruar në zyrën e të parit të qeverisë, që nga 1912 deri kur unë arrita në atë zyrë. Është pasuar dorë pas dore, pavarësisht nga forma e regjimit, mbretëri, diktaturë komuniste, apo demokratura me atë shpatë të përdorur arbitrarisht nga i pari i qeverisë, futin burg kryetarin e opozitës, të fundit të burgosur politik në historinë e Shqipërisë, Fatosllano. Ne e dorëzuam shpatë. Sot ajo shpatë është në duart e Spakut, sot ajo peshore është në duart e gjykatës speciale, dhe sot ne jemi garantët e vetëm të kësaj historie të re, të cilën Bufi Knetës, bashkë në të gjithë të tjerët rreth tij, përbetohen se do ta kthejnë përmbys. Duan votën në 11 maj, që në 12 maj të rimarrin shpatën dhe ta zhveshin përsëri zonjën e drejtësisë nga fuqia për të imponuar barazinë para ligjit. Po çfarë është tjetër BE-ja? BE-ja sot, përveç të tjerash, është dhe një çështje sigurie kolektive. Shikojeni këtë anketë. Anketa e sigurisë kolektive. Kjo është një anketë e popularitetit që ka BE-ja në vendet anëtare. Lartë filloj me 92, 91, 91, 91, 90, 90, 80% e tjerë, dhe më i ulti popularitet është 61%. Këtë popularitet të kësaj ankete të zhvilluar muajin e fundit, Bashkimi Evropian e ka pasur asnjëherë tjetër qysh nga viti 1983 kur është bërë kjo anketë për herë të parë. Si ka mundësi që popujt e Bashkimit Evropian befas nga popujt që filluan të binin në skepticizëm, nga popujt që filluan të binin në një lloj zhgënjimi, nga popujt që filluan të binin në kurthin e atyre që ju thoshin të dalin nga BE-ja
befasisht shfaqen si popull që e duan BE-n më shumë se kur, sepse sot BE-ja është dhe çështje e garantimit të sigurisë në kuptimin strikt të fjalës. Sot BE-ja është edhe një çështje ekzistenciale në një botë ku lufta nuk është më një dokumentar bardhëzi, po është një realitet në dyert e BE-s, në një botë ku gjeopolitika nuk është më ajo që ishte deri para disa muajsh, në një botë ku BE-ja po përjeton një zgjim të madh. Ene, Shqipëria, shqiptarët, a ka interes më të madh se sa të hymë sa më parë në BE dhe të jemi trimi i mirë me shok shumë, por në këtë rast një trim me shok shumë më të mëdhej, shumë më të fortë, që të gjithë bashku mbrojnë të njëjtat vlera, funksionojnë mbi të njëjtat parime dhe garantojnë sigurinë e përbashkët. BE-ja është edhe përfitim kolektiv, përveç përfitimit individual, që e shpjegova që buron nga pasaporta. Shikoni çfarë ka ndodhur me Kroacinë, është eksaktësisht çfarë do të ndodhi me Shqipërinë. Kroacia, deri në momentin e hyrjes në BE, ka pasur të ardhura ekstra buxhetit vet si mbështetje nga BE-ja 126, 141, 151, 156.